desha të bëj dallimin mes fjalëve diaspor dhe mërgim, mërgat. Ju e dini që fjala diaspor ka një preardhje nga Greqia e vjetër, nga greqishtja e vjetër, dhe kur e zbërthen kuptimin e saj, është far e shpërndar diku. Dhe natyrisht se ky term ka gjetë vend në gjithë fjaloret akademike kështu me radhë, dhe është sakt që përdoret në këtë mënyrë, po mua më shumë më pëlqen fjala mërgat, dhe është edhe shqipe dhe e ka kuptimin e njëjtë dhe prandaj do të mundohem që ta përdor më shumë këtë term, edhe në kuptimin që mërgata është diçka që e ndjejmë më të afërt dhe shpresojmë se i kthejmë lidhjet tona me këtë pjesë që na ka ikur jashtë vendit që të kthehen sa më shpejt në vendlindje. Duke e analizuar gjithashtu arealin dhe gjeografinë shqiptare, dhe duke ditur se sidomos në shekullin 20, Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët në ish Jugosllavi kanë jetuar në sisteme të ndryshme politike, arsyet që kanë sjellur deri te mërgimi e shpërngulja kanë qenë të ndryshme. Prandaj, pa e kuptuar mirë cilat janë arsyet e shpërnguljes dhe të mërgimit, nuk mund të arrijmë te konkluzioni dhe të qëllimi ynë i gjitha shteteve tona dhe institucioneve të vendeve tona që i përfaqësojmë, se si mund ta bëjmë rilidhjen dhe rikthimin e qytetarëve tanë të cilët me gjenerata të tëra e kanë braktisur vendin e tyre dhe jetojnë jashtë atë dheut të tyre. Në analizën time më del se shpërngulja nga shteti shqiptar kryesisht ka ndodhur pas viteve 90-ta dhe kjo është kryesisht për arsye ekonomike. Në Kosovë ka një kombinim të faktorëve, po prevalon faktori politik, ai i shpërnguljes të dhunshme i cili fillon viteve 90-ta me regjimin e Miloševićit, ndërsa tek shqiptarët e Maqedonisë është gjithashtu një kombinim i faktorëve edhe ekonomik, edhe politik, edhe institucional. Andaj, pa e parë këtë diversitet të arsyeve pse ka ndodhur mërgimi dhe shpërngulja, nuk mund të arrijmë deri te qëllimi joni, të cilën besoj gjithë e kemi, të krijojmë kushtet në vendet tona, në shtetet tona, që jo vetëm të krijojmë kushte të dinjitetshme për njerëzit të jetojnë në vendin e tyre, por edhe ta presim edhe ditën kur njerëz tanë, vëllezër e motra tona, të realizuar mirë në vende të ndryshme të botës, do vendosin të kthehen në vendlindje, të kthejnë familjet e tyre dhe ta kthejnë procesin demografik aty ku duhet dhe ku gjithë kemi dëshirë ta shohim shqiptarë. Dhe nëse duam të kemi një emërues përbashkët të gjitha politikave, pse ekziston gjithë ky pluralitet i politikave rreth një koncepti, në fund mund me lehtësi të konstatojmë se synimi ynë padyshim është njeriu. Gjithë shteti, gjithë institucionet, gjithë proceset demokratike në një shtet zhvillohen, ekonomia, arsimi, kultura, gjitha këto, që ne të krijojmë kushte të dinjitetshme në vendin tonë që njerëzit të mund t'i gëzojnë këto të mira. Prandaj nuk duhet ta humbim asnjëherë fokusin se pse ekzistojnë shtetet dhe cili është qëllimi kryesor i politikave që duam t'i ndërtojmë. Pra pa njerëzit do t'ishin të kota gjitha politikat që ne i ndërtojmë. Andaj kjo gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve,
të politika arsimore, shëndetësore, kulturore, do duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Mendoj se është shumë mirë që po takohemi në një summit këtill dhe të bëjmë në diskutimet e tona të apelojmë dhe të alarmojmë për gjendjen në cilën janë sot po jetojnë gjeografi tona, shtetet tona dhe problemi cilin mund të nënvizohet si më i madhi, sipas meje është natyrisht kjo shpërngulje e njerëzve dhe mbi gjitha viteve të fundit ajo që e karakterizon edhe më shumë shpërnguljen është ikja e trive dhe ikja e trive më të mirë. Me përgatitje më të mirë, studentët më të mirë, njerëzit që kanë performansat më të mira po na ikin. Dhe kjo është një humbje jashtëzakonisht e madhe për shoqëritë tona, për shtetet tona. Andaj mendoj se nëse duam ta bëjmë rilidhjen me ata njerëz, e para që është e domosdoshme dhe imanente, mendoj se duhet të fokusohemi urgjentisht në ndërtimin e politikave të cilat do ta ndalojnë këtë gjakderdhje demografike që po na ndodh. Duhet patjetër të gjejmë mekanizma si i ndalim njerëzit këtu. Dhe pastaj në fazën tjetër mund të ndërtojmë edhe politika të cilat krijojnë kushte në vendet tona që edhe do të kthehen të rinj tanë. Por hapi i parë me do e mos mendoj se duhet jetë krijimi i kushteve të domosdoshme që njerëzit të realizohen në gjitha komponentat e tyre intelektuale, ekonomike, kulturore, arsimore në vendin e tyre dhe të mund të krijojnë perspektivat e tyre në vendin tonë.